Sot kemi udhëtuar në një nga fshatrat më të bukur të Gjirokastrës, ku tradita, natyra dhe mikpritja jetojnë së bashku. Kemi udhëtuar në fshatin Karjan, një vend ku jetojnë njerëz të thjesht, të dashur e punëtor, të pasur me histori dhe tradita. Fshati Karjan në njësinë administrative Lunxhiri ka një histori të pasur dhe tradita që janë trashëguar brez pas brezi. Banorët e tij kanë qenë të njohur për aftësitë e tyre në vreshtari, pemtari dhe frutikultur, tradita këto që vazhdojnë të ruajnë ende. Për pem ka qenë gjishpejto kjo, e pem vetë, nuk e sot, kemi neve. E të tërë kanë mbjellë. Mbajnë akoma gjallë tradita? I mbajnë. Me perime, me pem, me të tëra. Fshati Karjani që për pem e shqipari, për fiq, për rrush, për hurma, për të gjitha. Ku i tregtojnë banorët? Në Gjirokastër vjen. Gjirokastër, ku su jenë njëri këtë mari. Ishpe Gjirokastër edhe unë vete kam plak. Me punë të ditës, bjellëm perime për vete, bjellëm këto, do të më bëjnë shërbim këtyre që ishtë, edhe shesim, rrukshin e shesim. Ullit i bëjnë vaj. Për vete ti me perime në këto gjëra kam me rrushje, kam me peme, kam. Po 70% për vete. Ruani traditat e fshatit? Nuk bet fjalë fare. Vitet e fundit, fshati Karjan ka bërë një hap përpara në fushën e agroturizmit. 2 bujtina familjare janë hapur tashmë dhe mirëpresin vizitor nga e gjithë bota. Me kafsh, jo kështu, me kafsh. E pëlqejnë fshatin tuaj? Oj, si se pëlqejnë ato sa vinë dhe dalin. Se e pëlqejnë? Po këtu është ma mirë, këtu është fshati mirë. Këtu është ujtë, klima, të tëra janë. Vinë ata edhe hanë, pinë, rrinë bas dite, venë në qisha, gjiro, dal, edhe ikin të nesërmen. Vinë, po vinë ata me kuaj, në Karjan. Që rinë një ditë, një të djelë në darkë, dhe ikin të hënën. Karjani është një destinacion i mrekullueshëm për ata që duan të kalojnë një kohë të qetë në natyrë dhe të shijojnë produktet autentike